Gruaja që kundërshtoi publikisht Slobodan Miloševićin dhe regjimin e tij në Kosovë, Kaçusha Jashari, ka vdekur mëngjesin e së martës. Ajo ishte njëra nga figurat më të njohura të skenës politike të Kosovës, themeluese dhe ish-kryetare e Partisë Social-Demokrate të Kosovës, si dhe ish-deputete e Kuvendit të Kosovës. Gjatë periudhës 1975-1988, Jashari mbajti funksione të rëndësishme në institucionet krajinore të Kosovës, përfshirë edhe postin e kryetares së Bashkimit të Sindikatave të Kosovës në vitin 1986 dhe më pas kryetare e Komunitetit Krajinor të Lidhjes së Komunistëve të Kosovës në vitin 1988. Pasi u përfshi në përplasjet politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ajo u largua nga pozita partijake dhe deri në vitin 1990 shërbeu si drejtoresha e Autoritetit Rrugor të Kosovës. Në vitet e 90-ta, ajo vazhdoi angazhimin në politik përmes Partisë Social-Demokrate të Kosovës, të cilën e drejtoi nga viti 1998 deri në vitin 2008. Në legjislaturën e dytë të Kuvendit të Kosovës 2006-2010 shërbeu si deputete. Presidentja Vjosa Osmani derisa ka shprehur ngushëllime për familjen, meqet e bashkëpunëtorët për vdekjen e Jasharit, ka thënë se ajo ishte njëra prej figurave më të njohura të historisë politike të Kosovës moderne. Ajo dha kontribut të pandërprerë në periudha vendimtare për vendin. Jeta dhe vepra e zonjës Jashari përfaqësojnë përkushtim ndaj vendit si zë i fuqishëm në kohë të vështira politike, si themeluese dhe udhëheqëse një partie politike, si deputete e zgjedhur nga populli, por edhe si krijuese në sferën e artit. E kryetari i PDK-s Memlek Krasniqi ka thënë se Jashari ishte një nga zërat e parë që guxoi të mbrojtë drejtat e shqiptarëve brenda sistemit të vështirë politik të kohës. Me dhëmbje mora lajmin për ndarjen nga jeta të Kaçusha Jasharit, themeluese e Partisë Social-Demokrate, ish-deputete e Kuvendit të Kosovës dhe para së gjithash një figurë e rezistencës politike shqiptare në Kosovë. Ajo ishte e pranishme në momentet më vendimtare të historisë sonë, si aktiviste, si politikane dhe si nënshkruese e deklaratës së pavarësisë së Kosovës. Kaçusha Jashari lindi në Prishtinë, ndërsa shkollimin fillor dhe të mesëm e kreu në Kamenicë e Gjilan. Studimet universitare në Fakultetin e Ndërtimtarisë i nisi në Beograd dhe i përfundoi në Prishtinë. Karrierën e saj profesionale e nisi në ndërmarrje ndërtimore ndërtimi në Ferizaj, ku punoi deri më 1975.